Nëse e shikoni këtë në thonjtë të tuaj, duhet të kontrolloni tiroiden. Pak njerëz e dinë se disa probleme të thonjve janë shenja të problemeve më të rëndësishme në trup, por nëse e dini se çfarë kërkojnë në thonjtë të tuaj, mund të nxirrni vërtet informacione kyçe për një pjesë jetike të trupit. Sipas mjekëve, nëse vëreni diçka specifike në thonjtë të tuaj, duhet të kontrolloni tiroiden. Nëse vëreni një njollë të bardhë në thonjtë të tuaj, mund të jetë një shenjë e onikolizës. Doktor Collis, një mjek në Spitalin Universitar Krook, thotë se onikoliza, e njohur edhe si sëmundja e pllakës së thonjve, është një gjendje e zakonshme mjekësore që ndodh kur thonjtë shkëputen nga baza e lëkurës poshtë tyre. Kjo ndarje zakonisht çon në një njollë të bardhë. Nëse e vëreni atë pa ndonjë shkak të mundshëm, atëherë bëni një konsult me mjekun përkatës për të evituar çdo problem që lidhet kështu edhe me shëndetin tuaj të tiroides dhe nuk duhet të analshkalohet.